Elvis Doçi apo Poja në një harë kohor të shkurtër leje për ndërtim në 2 hoteleve, një në Durrës dhe tjetrin diku te Shkami i Kavajës, me 2 sipërmarrje të veta. Por Altin Doçi, Altin Poja, nuk i sekuestror sipërmarrjen e Rock of Kavaja. Pasi e mbrojti kundrejt shumave e tjerë, nga shkurti që erdhi urdhri i arrestit nga Italia, pasi e njoftuan, se tani nuk kemi që bëjmë më tutje, dhe a jeton i qetë në vilën e Gjushit, aty thonë është, po, natyrisht nuk e ka të vështirë, mund tjetë edhe në Surrel mund tjetë, s'ka nëse ka problem fare, sepse a i ka qenë një i ftuar frekuent i Edi Rams në Gostira, bashkë me Agasin dhe me këta tjerë, sepse thonë që edhe Surreli është përdorur për takime bandash midis Olsit, Suel Qels e të tjerë, po këto janë thënje dhe nuk duhen dokumentuar, por thuar. Këto janë, ja u thëmë, si që mi kanë transmituar. Pra, a mund të njihen të kujt janë votat të 4 deputetëve 80.000 vota?